Personazhi që kemi zgjedhur sot është një personazh shumë simpatik. Bëhet fjalë për një politikane, e cila ka qenë kryeministre e Finlandës deri në vitin 2023. Ka qëndruar përgjatë kohës së pandemisë ajo si kryeministre e Finlandës. Tani nuk është më pjesë aktive e politikës në Finland, ka shkruar një libër dhe bëhet fjalë për Sanna Marin. Është shumë simpatike. Ka linja perfekte trupi? Format të ndryshme të saj, do të komentojmë stilin e veshjeve të Sanna Marin. Fillimisht, çfarë mendimi ke për stilin e saj duke u bazuar tek paraqitjet që ke parë në daljet e saj? Mendoj që është një femër me sharm, dhe në përgjithësi femrat kur kanë sharm, që e kanë sharmin të lindur, veshjet qëndrojnë dhe më mirë. Ka linja perfekte, pak a shumë mund të themi që ka një linjë sportive të trupit, e tonifikuar, kam përshtypje që merret edhe me palestër, dhe kjo e valorizon, i jep mundësi që të mbajë veshje të cilat mund të jenë pak në linjën slim fit. Që do të thotë gjaketat janë, po t'i vëshëre, gjaketat janë slim fit, janë të formuara rreth trupit, nuk janë të gjëra, zakonisht femrat politikane mbajnë gjaketa më të gjëra, pak më jo oversize, por klasike e gjaketës. Kurse në rastin konkret, gjaketat janë të ngushta, përdor shumë elementin shpesh, jo gjithmonë, po bardhë e zi, dhe linja që përdor, po ta vëshëre, është gjithmonë me prerje asimetrike. Kjo e ndihmon që të dali jashtë kornizave dhe shpesh herë të jetë brenda kornizave të linjës saj. Që do të thotë, nëse ne jemi mësuar të shikojmë politikane klasike, shpesh herë nuk dua ta them të fjalën boring, të mërzitshme, por automatikisht politikane duke qenë që bën një punë të cilat ka etik të punës, që do të thotë janë të detyruara të mbajnë disa lloj veshjesh, shpesh herë kthehen të lodhshme në pamje apo krijojnë atë efektin e pamjes boring. Në rastin konkret, jo vetëm që luan, po luan me klas, luan me elegancë, luan me feminilitet, dhe shpesh herë tenton të dalë jashtë kornizave, të cilat i qëndrojnë prapë shumë mirë për hir të vërtetës. Në fakt, ajo ka dalë jashtë kornizave në shumë aspekte, pasi është politikania më e re në moshë, që është zgjedhur edhe kryeministre. Vetëm 34 vjeç ka qenë kur ajo është shpallur kryeministre. Kam përshtypjen në 2023-shin, po. E ka lënë, mos ka boj. 2019 ka qenë është shpallur, 2023-shin e ka mbyllur, po do këtë qenë pa mbushur akoma 40, se tani është 40 vjeç. Dhe besoj që edhe mosha ndikon tek pjesa qoftë elegancës, qoftë tek pjesa e stilit. Jo, nuk mendoj që është kjo, sepse ne kemi Arta Dadën, që është një femër shumë klas, shumë e rafinuar, dhe shumë femra e shikojnë me elegancën dhe feminilitetin që e ka karakterizuar gjithë jetës saj. Kështu që dhe po të vëshëre është një femër që me një dozë të caktuar veshjesh ka arritur të kombinojë dhe të ndërtojë një pamje perfekte të një femre perfekte, elegante, në mënyrën se si komunikon, në mënyrën se si flet dhe në mënyrën se si arrin të perceptojë ose të lexojë veshjen në publik. E vërtet, por që ndikon mosha e re, ndikon, që është më ka qëndruar. Unë mendoj që ndikon klasin, ndikon sa e lindur je për të transmetuar elegancë. Po ta vëshëre dhe mënyra e të qëndruarit dhe stili i saj, sipas veshjes bën dhe mënyrën e komportimit të saj. Në momentin që vesh një jeans të shkurtër, xhaket lëkure, po siç kemi edhe fotot e Radës. Qëndrimi i saj është strong, është i fortë, është me karakter, në formë sportive. Në momentin që mban duket qartë edhe nga mënyra e të ulurës pra ajo ka një lloj elegancë dhe feminiliteti që është e pamundur të ndërtohet rrugës. Kjo është e lindur. Dhe tek femrat kjo lind. Nuk mund të ndërtosh. Ndaj, ne shpesh herë themi pse e njëjta veshje në dy femra të ndryshme, tek njëra komportohet dhe sillet sakt dhe pastër, tek një tjetër nuk lexohet në të njëjtën formë, sepse është mënyra se si ne sillemi, mënyra se si ne flasim, është mënyra si qëndrojmë, si shikojmë, si e perceptojmë dhe si e mbajmë veshjen. Këto janë elemente shumë të rëndësishme.
Dhe duket se Sana Marin arrin të mbaj çdo veshje me shumë klasë, pra edhe një veshje sportive, ajo e sjell shumë bukur, kjo fal edhe linjave të saj, por siç tha Rezarta edhe në bazë të që është shumë e rëndësishme. karakterit të saj, të identitetit të saj. Stilistët apo dizenjatorët sjellin forma të ndryshme veshjesh për një publik të gjerë, që do të thotë për një mori femrash. Por e njëjta veshje e cila shitet në dyqane, tek një person që ndron në mënyrë perfekt dhe shumë femra thënë, wow, ku e ke bler këtë gjë? Ta marrë dhe unë. Dhe më thënë, e shet, personi që e vesh, e shet, dita ekspozoj dhe dita mbaj më sakt. Dhe ka femra të tjera që veshin po të njëjtën xhaket, po të njëjti vend, por nuk transmeton të njëjtën gjë. Dhe në rastin konkret, është një femër që di. Ka nuhatje, sepse jo vetëm dish, po dhe të kesh nuhatje të mbash një veshje të caktuar, ka nuhatje dhe është e zonja ta mbaj dhe të komportohet. Sillet shumë mirë me veshje. Do të shohim ndërkohë edhe fotot të tjera. Kemi parë deri tani 2 versione të Sana Marin. Ja dhe versioni, qëndrojmë tu tek një version më mix. Thjeshtësi, sportivitet, pak çmenduri. Nuk është çmenduri, është jo tek foto sportive. Jo, po e përktheja këtë fjalën crazy, që krijon efektin e tek fotoja e tretë për shembull. Po. Duket pak më e guximshme me këtë stilin më. Po sepse dita mbaj. Kjo është çështja. Ideja është, nëse mban një veshje, para duhet pyesësh veten, a e mbaj unë këtë gjë? A jam unë e përshtatshme për këtë? Dhe zakonisht. Megjithatë, më fal se të ndërpreva, për atë pjesën e çmendur, si një politikane që është shumë kolegët e saj do ta quanin të çmendur me paraqitjen e tretë, tek fotoja e tretë, të guximshme goxha. Patjetër që po, dhe kjo është më se normale që e quajnë të çmendur, duke qenë që është një politikane, por është më se normale dhe jana tjetër e medaljes, që ajo është e zonja të mbaj një veshje dhe e mban më së miri atë veshje dhe nuk ka frikë të mbaj. Më thënë, ajo duhet një femër shumë e fortë, karakter, femër e fortë, sigurt në vetvete, se duhet ketë njeriu dhe siguri në vetvete, sa e sigurt është. Dhe në momentin që njeriu ka siguri në vetvete, ka bindje që çdo gjë i ri perfekt, ajo e mban dhe e mban shumë pastër, e mban shumë mirë. Nuk është vulgare. E vërtet. Nuk e shoh, domethënë ajo është, po themi, po thuaj se lakuriq, por nuk është vulgare. Është femrore sërisht dhe shumë e rëndësishme. Ke përmendur elementin forcë tek ky personazh e në fakt ajo përpiqet ta përcjellë këtë forcën që ajo ka edhe tek vajzat e tjera, edhe tek njerëzit e tjerë, madje ka shkruar një libër Hope in Action dhe flet pikërisht për këtë forcën e saj edhe të çdo personi, forcën që duhet të kemi të gjithë. Ndaj edhe kam përshtypjen vetbesimi që ajo ka, sepse ka vetbesim. Dhe lexohet qartë, duket qartë. Tek shikoj që ka veshur një fustan transparent, me çizme. Vazhdojmë tek veshjet casual të saj, pra për te pjesës së politikës. Më pas një fund lëkure me një mini top të vogël, roz, edhe në të gjitha format që ndron pozitive, është feminile. Megjithatë, duhet shtuar që i është përshtatur eventeve ku ka qenë. Pra nuk është se ka pasur një zgjedhje të guximshme në një event ndoshta të papërshtatshëm. Këtu janë koncerte. Unë mendoj që veshjet që ka vesh janë të guximshme, jo të paguximshme. Shumë mendoj. Për vendin që ka qenë, se për shumë mund të jetë në vendin që ka qenë, po gjithsesi ajo ngelet një ish kryeministër, që normalisht edhe pse ka pas këtë status, ajo do ta ketë gjatë gjithë jetës saj këtë status dhe shumë personazhe ne kemi parë të politikës që gjatë gjithë jetës tyre kanë mbajtur një veshje serioze në çfarëdo lloj eventi që mund të kenë qenë. Kurse në rastin konkret i ka shoqëruar titulli. Po, sigurisht. Sigurisht. Kështu që kurse në rastin konkret, duke qenë që ajo ka siguri, qëndron, çdo thotë qëndrosh pastër dhe bukur. Do të thotë që të kesh bindje tek vetja që kjo gjë tek unë qëndron shumë mirë. Dhe asaj qëndron realisht. Kjo është shumë e rëndësishme për gjitha femrat. Veshjet që kur mbajmë një veshje jemi të sigurta. Ke vënë re ndonjë veshje që ndoshta do ta kishe kursyer për të, apo të gjitha ato janë dukur? Jo, janë okay sepse shiko, prandaj them që tek një femër tjetër mund të qëndroj po në të njëjtën linjë, siç është në rastin konkret, pra qëndron shumë bukur,
Dhe diku tjetër lexohet në formë banale, varet edhe qëndrimi, varet edhe si sillesh, varet edhe si shikon, varet edhe si pozon. Të gjitha këto janë të rëndësishme për të dhënë pastaj një ide. Shiko, syri është ajo që percepton e para. Ne shikojmë dhe gjykojmë. Domethënë, në rastin konkret nuk e gjykon në mënyrë negative. Mund të jetë një tjetër me forma shumë formoze, që e shikojmë dhe gjykojmë për momentin. Ndikon pra po thua edhe fakti që ajo është shumë elegante dhe siç e përmendëm edhe palestruar. Është elegante, është fine, është jo e tepruar dhe çdo gjë që e mban nuk i qëndron e tepruar, i qëndron sakt. Do të kalojmë tani tek fotot e tjera që kemi përzgjedhur dhe rikthehemi tek veshja në një format tjetër, në daljet e saj prej politikane. Po, koka është lart, nuk është koka poshtë, e sigurt, hap i sigurt, lëvizje e sigurt. Çfarë kërkojmë më shumë nga një femër që ka këto të mira? Shumë siguri dhe potencë. Po sigurisht, dhe ndaj dhe fustani që ndron bukur. Ky është një fustan shumë i thjeshtë. Jo, më duket është fustan, po është. Me sa e shikoj unë është fustan, me sa ndoshta e shikoj gabimisht, ndoshta edhe mund ta shikoj. Na reflektojmë pak ndriçimi edhe. Por që, okay, gjithsesi mund të jetë pantallon, mund të jetë, por është një ne duke u afruar. Është një veshje që vjen e mbyllur lart, mëngë 3 çerekshe, ka luajtur shumë bukur sepse ka bërë ngritjen e mëngëve, që i jep një lloj force pamjes dhe ka një hap të sigurt. E buzëqeshur dhe e sigurt, kështu që është bukur, tërheq. Ajo krijon vëmendje, është femër që krijon vëmendje pa e kërkuar vëmendjen. Është bukur ta ndërtosh vëmendjen e tjerëve, ta marrësh vëmendjen e pa e kërkuar. Në këtë rast, unë një gjë kam vënë re që ndër të tjera ka dhe një portret shumë të bukur, është tërheqëse, është shumë tërheqëse. Lëkura e gjitha është shumë simpatike ndër të tjera. Do të shohim një foto tjetër për të komentuar daljet të tjera të Sana Marin. Një mbrëmje festive, gala, ku shihet me fustan. Po, edhe në rastin konkret është sërish shumë, shiko, unë mendoj që përveç sharmit që e karakterizon, sigurisë, ka dhe shumë shije. Ka mjaftu shumë shije. Dhe bën një revolucion që shumë pak femra të politikës e bëjnë. Dhe revolucioni që bën nuk është se është në rastin konkret është sërish të mbyllur me një mëngë të gjatë, ana tjetër nuk ka një dekolte, është mbyllur deri lart, kështu që krau është mëse normale që të jetë, pra nuk ka dekolte dhe është shumë bukur, është shumë pastër. Ka një veshje asimetrike, pak a shumë mund ta themi edhe pak linj butaforike, ngjyrat janë shumë bukura, kështu që kapja e flokëve, atë që vëre unë që nuk përdor shumë bizhu. Në fakt, me sa vëre tek fotoja e dytë, ka vendosur, por i ka rënë. Të jetë treguar praktike, i ka hequr të dyja, sepse është e njëjta mbrëmje dhe tek fotoja tjetër ka vat, ka vëth të mëdhenj. Po, vendosja, po ta bësh re. Ndoshta nuk i pëlqen shumë edhe nuk janë praktike për të, që i ka hequr, se tek fotoja e parë nuk i ka. Duke qenë që duket femër sportive dhe femër domethënë që ka dhe feminilitet, po ka dhe forcë brenda saj, përgjithësi këto linja femrash nuk mbajnë shumë bizhu, sepse nuk hyn te klasikja e femrave. Dhe sigurisht që ka mbajtur vëthin dhe jesh bravo të qoftë për detajin që pe, sepse duhet ta kisha parë unë të detaj. Jo, sepse të pengon. Nuk shohim të njëjtat kënde fotot mi që ndaj edhe është gjithsesi justifikim nga ana ime sepse duhet ta kisha parë unë, por që realisht vëthi që ka është vëth gold dhe nuk është vëth klasik. Pra nuk është elegant, klasik, si që ndodhë rëndom, por është një vëth i lexueshëm, i fortë, sërish me karakter si që është ajo. Kështu që dhe në momentin që ajo mban bizhu, nuk i mban të vogla dhe elegante, po i mban të lexueshme dhe në përgjithësi nuk mban. Domethënë me atë që unë googlova dhe pash pak për kë bësh fjalë, kush ishte personazhi në fjalë, vura re që ajo ishte e pastër në bizhu, nuk ishte shumë elemente, të cilat janë shumë bukura, por nuk hyn tek femrat shumë delikate. Me vërtet. Le të kalojmë tani tek fotot e radhës. 3 paraqitje të tjera të saj. Duket si princeshë këto të tjerat. Shiko, në rastin e fustanit Iver ose Pana, ta themi ndryshe, duket si princesh, ka bërë
edhe mënyrën e sjelljes është më e butë, është më kurse ndërkohë tek fustani kuq sërish është në linjën e saj, sepse hyn tek format e fustaneve të cilat janë pa formë, asimetrike mund të themi, por që sigurisht unë mendoj që në çdo dalje të saj ajo shkëlqen. Më pëlqen më shumë tek e mesit, e perceptoj më shumë tek linja e saj, e cila ka mbajtur një veshje me punime artizanale dhe i ka vendosur një sandale pink. Po ta Për një vëshre. event në Pink dhe në të treja rastet, po ta vësh re, eliminon elementet e shumë bizhuve që janë jo byzylyk, jo unaza, jo varse. Dhe preferon më tepër, preferon, kjo hyn tek femrat që janë më tepër moderne. Në përgjithësi femrat moderne mbajnë pak bizhu dhe në përgjithësi përdorin vëth. Nëse do të zgjidhje një nga veshjet për ta si të preferuarën. Nga të treja? Jo vetëm nga këto të treja, nga ato që pam Mua tani. më pëlqen në zez, black, po, sepse jep karakter shumë të fortë kësaj femre. Pra në veshje prej politikaneje? Jo, s'ka lidhje. Shumë femra mund vishen me të zeza dhe s'janë politikane. Jo, në daljet që pam tani të zezën e kështë zgjedhur më shumë në daljet publike si kryeministre. Edhe në evente që ishin Po, kishim e tek ato eventet, koncertet që ishin me të zezë. Kemi edhe disa foto, në fakt, ja ku kemi edhe një veshje tjetër me të zezë, ku ka vendosur aksesor. Ka vendosur një aksesor, i cili, okej, sërisht aksesori e vendosur nuk është klasik, po ta vëshre është aksesor i çuditshëm, dhe e ka vendosur qëllimisht, sepse gjaketa ka një formë V, dhe ka vendosur këta aksesor të çuditshëm, që të mos i marri formë klasike. Pra nuk ka vendosur perla, nuk ka vendosur bizhu elegante me lule me gjëra. Kështu që... Për ta mbyllur një opinion të fundit për Sana Marin? Për ta mbyllur një opinion të fundit, mua kjo femër më pëlqen dhe uroj që të ketë sa më shumë femra që guxojnë dhe që kanë siguritë e vetja, shumë e rëndësishme që të krijojmë sigurinë e vetja. E kemi vënë ndonjëherë që një ditë dalim dhe themi, sot jam shumë mirë. Kurse një ditë edhe, po, jo, sot nuk bën. Kështu që siguria shumë e rëndësishme. Para se ta mbyll duhet të përmend një person që ka marrë qëllimisht vetëm për atë sot, Eva Idrizllari, dhe daljen time të parë e kam pasur 14 vjeçe. Kështu që sot kam ardhur për Evën në televizion. Eva është autorja e emisionit Miq. Ne të falenderojmë për përshëndetjen e emër të Evës. Falenderojmë edhe për prezencën tënde këtu në studio, një kënaqësi e vërtet. Ju uroj një ditë mbar, juve dhe gjithëve. Faleminderit. Edhe me një urim të tillë, më bashkohet edhe kolegja për t'ia përcjellë edhe të gjithë miqve që po na ndjekin. Bëjmë edhe mbylljen për sot. Ne kemi qëndruar në shoqërinë e njëri tjetrit për rreth 2 orë 30 minuta të këtij programi. Dhe urojmë shumë që të kemi nisur javën mbar me shumë energji edhe me plot tematika të cilat padyshim kanë përbërë interes për ju. Unë nuk e di për ty, po me të djathtë në futa edhe uroj që çdo ditë. Çdo ditë kemi mbarësi të gjithë miq ta mbyllim muajin siç duhet edhe të vazhdojmë me muajt që janë në vazhdim deri në fund të korrikut jemi ne, se që ta kemi gjithë atë verën e nxehtë kemi para. Mirë, ju lëm në shoqërinë e ekranit të RTS 1HD me të gjithë programacionin e pasur që ofron, ndaj mos u largoni në asnjë moment. Do të shihemi bashkë nesër në orën 10:30. Kalofshi bukur.